O shpend, do më lejosh vetëm 30 sekonda, çfarë problemi ka? 2 minuta, jo 30. Shiko, në Kruj janë shpërnda apartamentet e tërmetit nga presioni që kemi bë. Kemi dalë këtu e kemi thonë etj etj, të falenderoj për kohën. Janë dhënë tani. Një pjesë e banorëve nuk i kanë marrë se kanë dhënë apartamente mangut, pra kanë ndërtuar më pak se ç'duhet. Tani çka kanë? Kanë hyrë në përshpia këto? Bie shiu, futet mrena. Cilësia e punimeve zero. Kateve të para dhe kateve të larta, të gjitha kateve nuk janë lidh dritat vëlla. Jetojnë si qend. O vëlla, si mund të jetosh pa drita më burr? Dhe nuk kanë as ujë, nuk i kanë lidh as ujë as drita, nuk kanë dhënë sahatet e ujit. Ujë kemi as të dyja ulë. Ore s'ka sahat fare, vëlla, nuk ka rubineti fare. Ne kemi me orar, ata s'kan fare, s'kan drita. I prishën ushqimet në frigorifer, të shkretet kanë hyrë nga gëzimi mrena, por me marr shtëpiat dhe jetojnë me qiri. O vëlla, kjo është situata më burr. Tani nuk kemi deputet për me e thonë këtë problematikë. Si do vi kryetarin protestën tate? Kur ti nuk i qa hallin atij për këtë çështje vëlla, po sin Kruj ken Manës, ken Durrës, ken Fushkruj. Hajde shkem Fier vëlla, flasim për hallet e Fierakëve. Ç'a halli ka Fieri sot? Ti di më mirë se unë. Kush doli nga këta më qa hallin Fierakëve më burr? Pra, kur ti nuk pyet për njerëzit, si pret ti që njerëzit të përgjigjen ty te protesta vëlla? Prandaj duhet më u kthy megafon.